Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha të njëjtën se ushtria nuk do të tërhiqet nga territori i pushtuar në jug të Libanit. Pavarësisht një marrëveshje mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit që përfshin dispozita për garantimin e sovranitetit të Libanit, Izraeli do të rivendosë sigurinë në veri, tha Benjamin Netanyahu në deklaratën e transmetuar nga e përditshmja izraelite. Kjo kërkon ruajtjen e brezit të sigurisë në jug të Libanit dhe kjo kërkon që ne të mos tërhiqemi për sa kohë që nevojat e sigurisë izraelite e kërkojnë këtë. Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer një ofensivë të gjerë në Liban, e cila ka vrarë 3.912 persona dhe ka plagosur 11.873 të tjerë, ndërsa ka zhvendosur më shumë se 1 milion njerëz sipas shifrave zyrtare libaneze. Më herët të njëjtën, ushtria izraelite publikoi një hartë që tregon pushtimin e saj të një brezi që shtrihet deri në 10 kilometër brenda teritorit libanez, duke u zotuar se do të ruaj praninë e saj në atë që e quan zonë sigurie në jug. Sipas hartës, dislokimi i Izraelit brenda jugut të Libanit shtrihet në sektor të gjerë kufitar që përfshin disa qytete jugore me thellësinë e inkursionit që varion nga rreth 6 deri në 10 kilometër. Në disa zona perëndimore dhe qendrore, inkursioni arrin gati 10 kilometër. Në zonën e pushtuar që shtrihet drejt veriut në drejtim të lumit Litan, në disa seksione të kufizuara, Izraeli vazhdon gjithashtu të pushtojë zonat në Liban, disa të mbajtura prej dekadash e të tjera të marra gjatë luftës së viteve 2023-2024. Benjamin Netanyahu pretendoi se qëllimi kryesor i politikës së Izraelit është të parandalojë Iranin të sigurojë armë bërthamore. Betejë nuk ka përfunduar ende, tha ai. Izraeli përballet ende me sfida të tjera. Deklaratat e Netanyahut erdhën pavarësisht pikës së parë të marrëveshjes së nënshkruar nga Teherani dhe Washingtoni, e cila bën thirrje për ndërprerje të menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë dhe Libanin.